Përshëndetje dhe mirë se vini në Çamikom. Në fakt, një nga pjesët e diskutimit tonë, kur është mund të jesh krijojmë Rishtazi duke mos haruar rënjët. Dhe personazhi që kam në këtë tryez diskutimi, në fakt është një prej tyre. Unë dua të kujtoj takimin e parë kur duam të takojmë Idris Balanin, shkojmë në studion e tij dhe në galerinë e tij. Pamja e parë që ti ke përballë është Osman Taka, është fustanella, është një shenjë lirie, një shenjë dashurie për atë që ka trashëguar. Pastaj kupton që në studion e Idris Balanit artisti e pin kafen me personazhe shumë të njohur, siç mund të jenë herojon kombëtar, Skënderbeu, Ismail Qemali, Fanoli, e personazhe të jashtëzakonshëm. Dhe nuk kisha pirë ndonjëherë një kafe ashtu sikurse në studion tuaj atë ditë kur erdha t'ju takoja bashkë me ekipin e Çamikos. Të falenderoj shumë që ke ardhur sot në këtë tryez diskutimi, edhe shumë faleminderit për atë kafe dhe ato emocione që përjetova unë aty kur erdha në studion tuaj. Falenderimi më takon mua që t'ju them me shumë respekt. Ardhja juaj ishte e befasishme për mua në studion time, pra falenderim të veçantë për atë ditë, por edhe kërkesa për të ardhur sot, ftesa më mirë, jo kërkesa, ftesa, përsëri unë ju falenderoj shumë. Mua më kalon bresa vërtet të mëdha ai takim. Dhe dua ta nis nga këtu, se pyetja e parë që më ka lindur ka qenë se si mund të jetë rritur një artist si ju për të jetuar gati 5 dekada ose 6 dekada mes heronjve. Do të si ka qenë fëmijëria juaj? I lindur në Kornispol. I matësh nga fshati Vërv. Nëna ime lindur në Kornispol me nën kornispolate dhe babën e vet, tjatin, nga Vërsela. Dhe kam shumë mbresa, kam shumë kujtime nga nëna, po dhe nga babai sigurisht, po sidomos në 2 momentet ose momentin e fundit, kur ajo ka qenë në Çamëri, në Vërsel. Kemi shkuar, tha, herën e parë, unë isha 4 vjeçe që më quan, tha, tek njerëzit e babait, për të ngushëlluar, për pajgori që i themin neve. Dhe herën e dytë, tha, na kishin thirrur që të ndanim mallin, pra çfarë i takonte kësaj si pasardhëse e tia. Dhe kur shkojmë atje, nga pritën mjaft mirë, tha, në mëngjes, unë zgjohem, tha, nga një muzikë. Ishte një muzikë e bukur, muzikë popullore, edhe dalë ke dera. Dhe shoh, tha, ishin ja 5-6 vajza të gjata, të bukura, të cilat po kërcenin, kishin vënë një magnetofon, tha, një gramafon, edhe po kërcenin. Dhe unë, tha, u habita mas atyre. Kur në këtë kohë, përballë, se kështu vinte shtëpia, tha, vjen një burr me kalë të bardhë dhe me ato më bëri përshtypje, tha, që këto mëngët e këmishës ja merr te era edhe foli me zë të fortë atje, tha, o Husein, pra ishte shtëpia të vllait ose xhaxhait të vet. Dilni, tha, shpejt se u prish Çamëria, hikni se u prish Çamëria. Edhe nana e ndëgjoi, tha, edhe më thotë, çau vajzë, se këta s'kan parë luftë. Ne e dim që kemi hequr atje, tha, sidomos me luftën 52 ditore të Kornispolit. Qafë botë, qafë Kikojan, rritur në një ambient të tillë ku vinin dhe tregonin gjithë bëmat. Po tregonin dhe jetën e bukur para këtyre bëmave. Po kishte nga ata, unë si fëmijë, i ndëgjoja këto. Tek unë, desha apo s'desha, kjo pjesa e advetarisë zuri vend më shumë. Kështu që edhe edukimi në shtëpi dhe në përshkolla, shkoj në këtë drejtim. Kështu që unë që në moshën 12 vjeçare, më thënë, në mënyrë rastësore, vajza e Sabri Turçit, për një lidhje shumë, më merr dhe më çon tek Jati. Sabri Turçi ishte skulptor, një skulptor mjaft i njohur, një skulptor me shumë vlera, i cili kishte mbaruar në Rom dhe që e ngriti artin në Durrës. Në studio ti kanë dalë emra të mëdhenj si Krista Qrama, Dimitër Radllambi, Zef Uikaj, Nelo Lukaçi,
Qazim Kërtusha, Mjoveta Dajlani, përsëri që është patriotja jonë, Akonis Poli, por që sot për fat keq nuk jeton. Unë, Spiro Mashe, Ibrahim Reçi, e tjerë, Hamlet Ayazi, Skënder Balaj, se mbas edhe mund të haroj në një, po të kuptojemi, Bayram Meta, të tjerë njerëz që ishin në atë studio dhe që nuk arritën të bëhen dot artist, por u bën inxhiniera, u bën mësuese, etj. Pra, ajo ishte si një lloj shtëpie rekordi, nëse do të themi, ku domethënë zhvilluan të gjithë artistët. Ishte 12 vjeç në momentin kur hyt në një studio? Hyra në atë studion e tij. Dhe unë beta isha stisur kur pash ato vepra atje. Pra, gjithë ky lloj edukimi patriotik, por edhe artistik, bën që unë të jemi vendosur në atë linjën time dhe konkurova mas klasës 8, e fitova konkursin, po dursi s'mjete, s'ka plan, bëhet, bam, e pash veten keq edhe një ditë, hy nëpërmjet një shokut në komitet ekzekutiv, edhe pres nën kryetarin që merresh me këtë punë. Ai ishte babai një shokut, po jo që kishim shoqëri të madhe, po thash do t'i them tek e fundit që shiko se unë kam miqësi me Astriti. Dhe kur vjen në gjenë këtë dera, po t'i qurë më tha mua, po ja thash po ju pres. Çfarë halli ke? I thash këtu është puna. S'mjapin. Biografin më tha mua, fjala e parë. Steri, i thash, po ç'kërkon këtu më tha mua. I thash po babain e kam komunist të 43-shit. Prit pak më tha, alo pak. Prit pak e dera. Pas janë 10 minutash, hap derën dhe fut brenda. I ke thuaj babait tha, se më pyetin përpara që pse s'ka ardhur, pse ka ardhur vetëm, i thash është i sëmur etj. I ke thuaj babait tha. Ai çepi i plorit, unë hapa syt që ishte edhe plori, plugu, i thellë, po. Ka ngecur tha në një shkëmb tha s'lëviz. E kupton vetë ajo atë punë. Hapa syt. Vetë dhe i them babait. Është burri i zgjuar Vasili tha. Çfarë më thën kjo? Jemi çamër më tha mua, ajo çëja tha bishti i çës tha nuk na lejon. Nuk na lejon. Mas 2-3 herëve që vinin dokumentat për mua, mos fundi, e fitova dhe shkova. Beson që ka qenë ai bishti i çës atëherë? Po edhe mundet. Edhe mundet, sepse ki parasysh një gjë që gjatë asaj kohë erdhi dikush që kishte nivelet larta lidhjet, erdhi dikush që kishte t'jatin ushtarak përsëri të lartë, dhe pastaj kur çuam me emër s'kishin që përnën, se edhe këtu pata një këmgullje nga Montaz Drami, Haki Lundra, Fejimi Ibrahimi, dhe më thënë të cilët komunikonin me zëvendësministrin Mantha Bala në atë kohë, për t'i qenë. Kështu që pastaj, ajo që më bëri skulptor, kuptimin e mirë të fjallës, Montaz Drami, profesori i nderuar, skulptori i popullit dhe më së fundi dhe nderi i kombit, më bëri pjesë të grupit punës, mua, Vasilij Evninin dhe Maksim Mustakën për të realizuar monumentin e Dreshovicës. Një monument nga më të mëdhenj, nuk e di para apo jo, një monument kryevepër dhe atje unë kam punuar të thuash gati një vit dhe ai monument më bëri skulptor. Mund të kishe vendosur aty në studion tënde këdo nga personazhet, si ke marrëdhëniet me si thua me personazhet e tjerë dhe pse në qendër ishte apo nuk ishte përfunduar akoma. Atëherë është thjesht çështje pune kjo Osman Takës. Që kur kam qenë i vogël, më ka bërë përshtypje vallen e Osman Takës ta kishim në çdo dasëm. Dhe gjithmonë kam pasur një ide si do të bëhet. Nuk e përfituroja dot sepse nuk arrinin ta luanin njerëzit, e kërcenin pleqë etj, por nuk e bënin tamam. Këtë e pam në 78-ën kur e lojti Tayyip Madani. Pra ai i dha vrull gati 100 vjet më vonë nga momenti kur e ka luajtur Osman Taka
më ka gërvishtur, më ka ndjerë. Dhe vjen një moment kur duket plotësohet dhe unë e realizova me këto dy figura. Figurën e Osman Takës poshtë, që ju e patë, domethënë me kratë hapur, sepse është në kërcim, nuk e bëra të shtrirë plotësisht, sepse figura që do të jetë sipër duket sikur e shtyp, por kjo duke qenë dhe një valle epike, bile jo vetëm epike, por kjo është quajtur dhe epiriote. Ose pirote, që nga koha e Piros e Epirit, por disa i thonë pirike, kështu që jemi brenda kësaj. Pra unë atëherë ngrita, e bëra më të fuqishëm dhe këmbën e luftëtarit tjetër, si me thënë, ose valtarit tjetër, ja vura në gjoksa dhe ai hidhet. Pra domethënë ky e mban në gjoksat figurë, jo ashtu shtrirë. Dhe kjo për mua ka dhënë një frym krejt tjetër. Një frymëlirie, mua më krijoi ndjesinë e lirisë dhe dëshirës për të reaguar, pra për të... Kur hyt në studio juve, pat vetëm figurën e poshtme të realizuar, e cila edhe pak don të përfundoj, ndërsa figurën e sipërme, domethënë masi teqjat nga kavaleti për arsye lartësie, nuk e bëra dot, do të bëhet që të montohen të dyja. Ndërsa lart tek muzeu ose galeria që i thonë juve, ju e pat që ato ishin të dy figurat. Të dyja. Bile unë e donja me çdo kusht dhe ta nxirja jashtë kufive ta çonja diku. Dhe vitin e kaluar mora pjesë në një ekspozit ndërkombëtare Artiade në New York, ku pjesëmarrja ishte mbi 1800 artistë, nga të cilët u zgjodhen 125. Dhe midis atyre isha dhe unë me vallën e Osman Takës, e cila ka hyrë dhe në një katalog. Sigurisht atyre i pëlqente ana jashtme, se kur unë e kisha të shkruar atë edhe në anglisht, edhe konkretisht se cila që arsyeja e kësaj valles, nuk arrinin ta kuptonin dot konceptin tonë që ne flisnim akoma për një histori me Turqinë, kur Amerika ka të tjera koncepte, ka të tjera gjëra. Por e shikonin me vëmendje. Nga ana estetike kjo. Domethënë edhe quanin një valle e bukur e tjerë. Ju keni realizuar Bilal Xhaferin, meqense jemi afër për vjetorit të këtij poeti disident, këtij shkrimtari të jashtëzakonshëm mes shqiptarëve të Çamërisë. Keni realizuar nëse Rexho Plaku në Konespol, meqense ka qenë historia e fundit që kemi prezantuar, domethënë ndër të fundit që kemi prezantuar në Çamiko me mbesën e tij Lumturi Plakun, po kur realizoni të tilla portrete, e studioni historinë, duhet të studioni pa diskutim gjithë tiparet për të sjell, apo vetëm një fotografi edhe mjafton, se ndonjëherë të ndodh që në rastin e Rexho Plakut unë nuk gjeja dot imazhe të shumta ose të gjeja fotografi të cilat kishin mbetur nga ajo periudhë. Çfarë ndodh? Flisni me familjarët për të perceptuar edhe për ta gdhendur aq bukur një portret? Juve ju kaloi pak, pa e përmendur. Muharrem Rushdin. Muharrem Rushdin, po. Muharrem Rushdin e kam gdhendur në mermer. Dhe është në fondin e galerisë Durrësit. Atje është një kopje në rezin, që nuk e ka atë lloj vlere dhe atë lloj shkëlqimi që ka mermerit, kuptojmë. Por unë jam rritur me dëgjesat e Timeti, në mënyrë të vazhduar. Pra rrëfimet kanë rëndësi, rrëfimet, leximet. Dhe kur ne vinim për të shkuar në Konispol që isha fëmijë, sepse unë beharet i kam kaluar gjithmonë Konispol dhe në Vërth, deri në moshën 10-11 vjeç, kur hyra pastaj në kurs ka Sabri Tuçi, unë ndërpreja jo. Dhe kam shkuar me raste, me sebepet, kuptojmë. Dhe fëmijëria ka shumë kujtime, dhe shumë gjëra të bukura për ato vite. Dhe sa vinim neve pranë qafës së gjashtës, më thoshte, e shikon këtë varrin këtu? Kur vinim në krahun e djathtë, ishte edhe një dardhë, mos gaboj, dhe poshtë asaj dardhës ishte ky varr, një varr si sarkofag, një varr i madh i bardhë. Është varri i Muharrem Rushdit. Dhe më vonë, kur nuk di për çfarë arsye, u zhduk varri, se që ndërtua diçka ndaj këtij. Në mënyrë absolute. Nuk e dim sot se ku është varri i Muharrem Rushdit.
Po s'kishte as fotografi. I matë më tha, shiko, se janë filani. Dhe unë i them ati, ishim gati moshatar, do vishtë të më qëndrosh një seancë. Erdhi ai, hodha diçka, unë dhe pastaj, bazën e këtyre gjërave që kisha dëgjuar e tjerë, unë bëra... Skalita portret. Skalita, morem Rushidin. Kam dëgjuar që ka dalë një foto, do më thënë është një foto, duket ky Halil Shabani ka shkruar një libër, cilin unë nuk e pata do të fatin ta kem në përduar në atë kohë. Po merdi një gjysmë libri ku nuk është fotoja, more për fat të keq. Por që me çfarë kam parë, pastaj nga dikush tjetër, do më thënë jam atje afër, nuk është se kam dalë jashtë atij karakteri. Por ajo që është kryesore tek të gjithë portretet, unë përpiqem të jap frymën. Dhe fryma, po nuk lexove, po nuk kërkove mes njerëzish, do më thënë, dhe për Exo Plakun, edhe pse ishte në ato kushte, mamaja dhe babai im asnjëherë nuk kanë folë keq. Bile përkundrazi, thonë Exo Plaku, do më thënë, e ka ngrënë kot, në kuptimin e kësaj pune. Ato flisin me një lloj simpatie. Dhe unë i rritur, edhe pse ka qenë në thonjza armiku, pra unë i rritur me një lloj simpatie. Por, Sonja Lume që foli këtu dhe bëri shumë mirë, unë e respektoj shumë, ka harruar të thotë diçka, ose ndoshta se ka parë që unë kam punuar dhe portretet e prindërve të saj. Të Beqos edhe në Svet. Janë basorelief, të cilat i ka porositur vllai Numes, dhe janë në studion time akoma. Ndoshta me ide, derdhur dhe në bronz, ndoshta me një ide që mund vendosen diku edhe në Konispol. Derisa për Bilal Xhaferin, pastaj unë kam punuar edhe një obelisk, i cili ndodhet në Sarand, pranë bustit të Hasan Tasinit, të madhit Hasan Tasin. Atje ku ishte vendosur varri. Pati tentativa për ta hequr edhe varrin e tjerë, por këmbëngulja e motrës së vet, zonjë antikes, e nderoj dhe respektoj sot. Vjen keq, nuk është gjallë më. Dhe varri Bilal Xhaferit atje në atë çetitore është me vendim presidentit, me vendim të Këshillit Bashkiak, të qeverisë etj. Bile të gjitha shpenzimet e asaj kohe janë bërë nga shteti shqiptar kur e kanë prurë në 95-ën nga Amerika. E kam parë, e kam vizituar, e kam fotografuar, është një nga punët më të bukura, po kë konsideroni si punën që ju ka mbërthyer përveç si thuash asaj të parës që ju bëri skulptor? Cila është ajo që juve ju ka mbushur shpirtin? Të gjitha veprat. I ke si fëmijët. Nuk i ndaj dot, nuk i dalloj dot. Por me thënë drejtën, vendosja e obeliskut të Bilal Xhaferit ishte një gjë e madhe, sepse edhe e konceptuar në atë formë, domethënë me krahun e shqiponjës, me ato telat me gjemba të cilat në bocetur në faktikisht i kanë të nxjerra jashtë, por këtu për arsye të fëmijëve që mund të varen, që mund të bëhen etj. Sepse është pjesë shëtitore, po. Atëherë unë i vendosa në trup, ato i këdhënda në trup, ato vargjet brillante të tia, to kaçame mbuluar nga ret, rënkone, mbytur në gjak e lot, e mbetur e shkret pazot, pra është një thirrje dhe ky që vjen gati vërdall të thuash, domethënë vjen si engjëll, domethënë deri në momentin kur inshallah çamëria bëhet një ditë, domethënë që njerëzit të rikthehen atje. Por edhe pjesa e konceptuar mbi atë bazamentit që i ka krijuar është rrënjët dhe trungunji i ulliri. Përsëri me fjalë edhe pak gjethe ca gjëra të cilat të lidhin me vendin, të lidhin tamam me rrënjët tona. Unë nuk i kam menduar kaq shumë këto detaje, por kur filluam të realizonim logon ose imazhin e Çamikos, vendosëm dhe në fakt nuk është merita ime, se unë kam zgjedhur emrin, po meritën për pjesën tjetër të krijuesit e ka në fakt Alket Veliu. Vendosëm që çën
ta bënim një lloj si amfiteatri Dodonës. Te kaja të vendosnim këtë mikrofonin për të simbolizuar faktin që ne duhet të flasim dhe të mos heshtim më për më të bukurat që kemi ne, po edhe për historitë e trishta. Nga ana tjetër, tek Oja kemi vendosur e Ullirit. Dhe deri në atë pikë nuk mendoja se ishte një proces i vështirë krijimi i një gjëje që duhet ketë identitet brenda. Ai kemi realizuar mirë atë logo? Shumë mirë është realizuar. Dhe kjo është puna. Më bëre një pyetje që parë që sa kohë të duhet. Nga një herë unë përgjigjem kështu. 60 vjet dhe 6 muaj. Po. Ose 6 muaj për të realizuar dhe 60 vjet punë. Çamiko sot është për mua zëri i vetëm që flet për çamërinë. Dhe ju lumt juve, edhe Alket Veliut, edhe juve si staf, se s'po ju përmend si emër, për këtë ndërmarrje ose sipërmarrje që keni marrë për sipër për ta çuar çështjen çame atje ku duhet, sepse politika ka heshtur. Por një fjalë e popullit thotë, po nuk qau fëmia si jep në atë pi. Po, vërtet. Kështu që duhet të forcohet kjo. Linj të bëhet një zë shumë i fuqishëm, është, po të fuqizohet më shumë, dhe gjej rastin këtu, ta përmend, më erdhi shumë mirë që edhe një deputet i ri nga Krahina ajo, nga Delvina, Ardit Bido e ngriti deri në Këshillin e Europës. Dhe më erdhi shumë mirë. Pastaj sa dhe si është çështje tjetër, por kemi rastin konkret që ai e ngriti dhe uroi që ta mbaj, ta ringrej në të gjitha drejtimet ku do të shkojë nëpër botë dhe sigurisht në Parlamentin shqiptar. Kur vendosa Isa Boletini është një flamur në dorë, që ka, si të thua, gati duke puthur flamurin, në të gojën pak të hapur, që e mban, dhe dikush, në ata që ishin atje, tha, e mbaka flamurin si fëmijë. Shumë e bukur. Ishte shumë e bukur. Pra, një figurë 3,65 m, ai burë, me atë elegancë, të kuptojmë, po dhe realizuar mirë, ta them, me gojën plot, realizuar mjaft mirë, të kuptojmë nga ana ime, prandaj mundësive të mia, jo jashtë mundësive të mia, por realizuar mjaft mirë. Pra, edhe veprat të tjera, tek të gjitha këto, unë përpiqem që, domethënë, ajo ideja dhe këto mjetet artistike ta pasurojnë. Sikundër vjen një moment pastaj që masi janë këto kryesoret, do të kapesh edhe ke detajet e vogla të cilat kanë të bëjnë edhe me kostumin, cilat kanë të bëjnë edhe me mimikën, cilat kanë të bëjnë edhe me gjëra të tjera të cilat, domethënë, duhet që përballë të përgjithshmes këto të ndihmojnë edhe të qëndrojnë në nivel. Po të japin një farë emocioni. Ju emigroni në Greqi. Dhe besoj që e kam të saktë si informacion. Ky është një shqiptar i çamërisë që shkon emigron në Greqi dhe përpiqet të gjej më të mirën e vet aty. Edhe çfarë vitesh kanë qenë, se këtë informacion unë nuk e kam, po e di që keni emigruar aty, jeni përpjekur të gjeni veten si shumë shqiptar të tjerë. Por si ishte ajo periudhë? Unë jam larguar në shtator të 92-shit. Unë beta pa normë mësimore, sepse filluan Shqipëria e tranzicionit. Kishe shumë pak nxënës për shkollën artistike dhe ata tre nxënës që unë i kisha përgatitur për skulpturë, duke të punua mjaft me prindërit e tyre dhe i kaluan ke piktura. Kështu që unë beta pa normë mësimore. Por kisha dhe nevoja të ngutshme në shtëpi. Dhe u detyrova të shkoj në Greqi. Kam kaluar, si gjithë të tjerët, nga mali. Dhe muajin e parë nuk dinja ku të shkonja edhe pse isha mes njerëzve të mi, jo është frikë, jo është kjo, jo është ajo, ma bën të merë. Pastaj një komshiu jonë këtu, i cili ka dhe një histori fantastike,
i lindur në Qeparo, i pagzuar në Dhioni sot Athinës, atje u vendos familja e tyre, i ati kishte qenë me kohë atje, edhe duke qenë komshi këtu, i thot të motrës, në gjohë thot do të vi filani, edhe u lidhëm telefon, do t'i gjeni punë, dhe i thot dhe të birit, se dhe ata kishin ardhur. Dhe mu gjetë një punë, gdhëndës. Dhe kur unë i thash emrin tim, Idris, ai pronari më tha, ma Jani. Edhe më thirrën Jani. Jani. Duhet ndryshuar. Kuptojemi, pa pasaport, pa letra, pa gjë prej gjëje. Ashtu. Dhe punova rreth 1 vit e gjysmë. Kishte një racizëm të jashtëzakonshëm ndaj shqiptarëve. Për çamërinë as që mund të bëhesh fjalë. As nuk u diskutua ndonjëherë, besoj. Asnjëherë absolutisht. Ashtu. Unë shkonja bënja dhe 2 punë, sepse duhet të nxjerrja ca para, dhe e pash që unë në Greqi nuk jetoja dot. Dhe për formimin tim, se edhe në 2-3 raste, në një 2 shtëpia që kam punuar, dhe më thënë, unë edhe sot nuk di të flas greqisht tamam, sepse kam punuar vetëm. Ai sa mësova atëherë, mësova me idenë që do ta përpunoj këtu, nuk arrita dot, sepse s'më lanë punët dhe hallet e tjera që për të ndërtuar atë studio, për të ndërtuar dhe atë muze, për të ndërtuar dhe shtëpinë, për të rritur fëmijët, për t'i edukuar, për t'i bërë me shkolla, për t'i bërë me gjuhë huaja, të gjitha këto kërkonin sakrifisë të madhe, edhe nga unë dhe nga ime shoqe. Dhe nëse unë kam këtë arritje, unë e kam falë asaj. Kështu që një nderim dhe një falënderim për ti me shoqe Angjëllushen. Që edhe sot, që edhe ajo është 70 vjeçe, prap kur e thresin si mjeke që është, çante në krah dhe nuk pyet ku është dhe si është. Shkon dhe gjendet edhe pse është në pension. Pra, domethënë është bërë një punë e jashtëzakonshme nga të dy në këtë drejtim. Kështu që unë e pash që nuk kisha stomak për në Greqi, se gëlltita do të punë. Edhe jam kthyer. A ke pasur një moment kur je tunduar ose ke pasur dëshirë të shkoje në si thua të shëtisje në përçamëri në atë periudhë? Po, unë, me thënë drejtën, kam bërë një lloj lëvizje jo shumë të madhe, të kuptojemi, vite më pas, kur kam shkuar për pushime, dhe kam kaluar në Filat, në u vu pas një makinë se desha të shkoj në Vërsel, për të bërë një foto, sepse unë kisha një qëllim cilin e kam realizuar, kam bërë një dokumentar për rënjët e familjes time, të dy prindërve, kështu që edhe të miqësisë dhe të shoqërisë tyre, dhe të fshatit të Vërvës, kryesisht, por edhe pjesërisht dhe të Konispolit, është rreth 1 orë e 15 minuta. Është një pjesë të cilës e kam parë edhe unë në galerinë tuaj. Kështu që, domethënë, nuk arrita dot të shkoja në Vërsel, edhe në Spatar, po duke parë këtë gjë thjesht se na ndoqën, atëherë vendosëm edhe shkuam në Igumenic, nga Gumenica pastaj, pasi pim një kafe atje, edhe më priste në Vol, në vjetër, më priste një mbesa ime, që punonte atje, që na kishte gjetur një Vola e bukur shumë. Bukur, edhe ne netëm ja 3 net atje, unë srenja do të më shumë, dilnje dhe shetitje, dhe më thënë, flisim, kemi folë një 2-3 herë shqip, po me shumë vështirësi. Mua më ndodhë që kur dëgjoj si thuash histori ose legjenda si ato gratë e Sulit, ato luftëtarët kur shoh atë monumentin e madh aty në Sul, më ndodhë të mendoj shpesh herë dhe të them sa shumë gjëra na kanë marrë. Ju ndodh juve ta keni këtë revoltën kur shëtisni ato anë? Do me thënë, më përshkruat gjithë të pjesë të Prevezës, të si thuash Volës. Çfarë ke menduar aty? Do me thënë, unë sarë që i shoh, edhe si kur të më dali pa dashur në YouTube apo në kompjuterin tim, filloj të mendoj që sa shumë më kanë marrë. Unë e kam breng që historinë tonë e kanë përvetësuar grekët. Grekët e sotëm nuk kanë asgjë të përbashkët me grekët e vjetër. Duke qenë se neve jemi nga shtetet e fundit në Ballkan të krijuara dhe ajo krijua fal atyre atletarëve të mrekullueshëm që nuk po i gjejnë vendin akoma
në historinë dhe në ambientet tona. Dhe fal atij Ismail Beut, i cili këmbguli dhe e bëri atë Shqipërinë aq sa e bëri. Të kuptojmë. Kështu që na e kanë marrë të gjitha historitë. I kanë përvetësuar, i kanë bërë të tyret në një kohë kur këto janë tonat. Dhe më vjen mirë që unë shoh edhe një sër librash këtu, nga njerëz të shquar, profesorët tanë, por nisur edhe nga këto këngët popullore të mbledhur nga Fatos Miro Arapa. Mbledhur qysh në ato fillime, po një ndihmëse jashtëzakonshme është e Daud Ibrahim Hoxhës. Kemi pastaj Selman Shemen, përsëri në një aspekt krejt tjetër, të kuptojemi. Pra, Luan Rama po vjen, po shkëlqen në një moment të tillë, domethënë edhe me atë letrën e famshme. Kështu që, domethënë, problemi është ka ardhur koha që me dokumenta, jo siç fola unë, që kam dëgjuar apo kam lexuar gjëra shumë, por me dokumenta të sakta, ndoshta ka ardhur koha për të bërë një kongres tjetër të çamërisë. Nëse në Vlorë u bë kongresi ato vite, dhe që u përkujtua para pak ditësh, ndoshta ka ardhur koha që të bëhet një kongres, po hedh këtë ide, nuk e di mbase ashtu, më duket edhe budallik, por ku historianët tanë, dhe ata historianë grek që kanë shkruar për të vërtetën, se ka dhe historian grek që kanë shkruar këtë të vërtetë, ashtu, do t'ishte mirë që të fillojnë të vijen pikat mbi. Po, të ketë një lloj dialogu, patjetër të diskutohen. Si që është ky zëri juaj këtu, të ngrihet edhe një institucion tjetër. Duhet patjetër një lloj dialogu. Unë mendoj dhe në qasjen time si gazetare nuk më ka munguar asnjëherë dëshira që të intervistoj artistët grek, të cilët pa diskutim duhet të krijojnë këtë lloj komunikimi ose këtë lloj ndërveprimi mes dy vendeve. Po ndryshe nga sa mund ta shoh unë, më ka ndodhur shpesh që të përballen me të tjerë të cilët nuk besojnë se mund të ekzistojë ky dialogu i mirë ose kjo fshinjësi e mirë. Unë besoj nëse ne fillojmë të flasim edhe të diskutojmë me njëri tjetrin, se e di fare mirë që grekët e dikurshëm nuk janë grekët e sotëm, por është politika që i mban lidhur zinxhirët ose së paku nuk e di pse bëhet penge një politike të shkuar. Ju besoni se do të ketë ditë kur shqiptarët do të kenë të njëjtin komunikim siç kanë me fshinjën tjetër Italinë. Pra kemi dy paralele krejt të kundërta. Arbëreshët nga njëra anë, të cilët marrin dhe kohën e tyre televizive tani në raj flitet. Ajo shqipja e tyre e bukur. Ndërkohë në anën tjetër kemi një komunikim krejt ndryshe me fshinjët. A beson se mund të ekzistojë kjo apo janë të pak njerëzit si unë që e besojnë këtë dialogun midis dy vendeve? Në fillimet e luftës italo-greke, nga Sajada në shtëpinë e babait tim vjen dhe vendoset një familje. Kanë ndetur 2 muaj. Ato 2 muaj e parë të luftës, të kuptojemi, ashtu. Dhe në 90-ën, kur u hapën kufinjt, dhe kur shkuan në fshatat tona, sepse janë atje afër, një burr ka pyetur. Ç'bëhet? Kush di të më thotë për familjen e Madan Balanit. Madani është babai. Edhe i thonë, ne jemi një prit e tia, është kështu, është në Durrës, është andaj këtej, shumë mirë. Tho, sa më kanë ardhur mua këtu si nipi Madanit. Jo, thotë, jam nipi Madanit, jam djali Nazos. Dhe që të mbesosh, unë kam sjell këtë gjë. Që më keni dhënë vite fare. E mbante nëna jon, qysh në kohën e luftës që ju keni ndetur në atë shtëpi. Kur e pa Lazo, se ja kujtova tash, shpëtuan ja 2 lot. Dhe që ka jo kohë, u lidhe dhe me papain tim, dhe kur e mori vesh që ime më ka qenë sëmur, atëherë merr djalin në telefon, që e kishte në Afi informacist, dhe i thot, në këtë adres do gjesh Skënderin për ti mblla, edhe do t'i çosh çdo muaj këtë recetë me ilaçe, nuk do i marrësh para. Dhe sa jetoj ime më,
kanë ardhur ilaçet nga Athina. Nga kjo familje. Sërish më bukur. Pra, e kupton tani se çdo të thotë kemi të bëjmë me popullin i cili nuk ka hasmërira. Hasmëritë janë politikë. Greqinë, që nga formimi në revolucionin grek, kush e bëri? Arvanitasit e bën. Po. Arvanitasit i zhdukën. Edhe sot, kryeministrin e Greqisë e ke nip Arvanitas, ose djalë të Arvanitas, sepse ëma është Arvanite. Po. Pra, e kupton? Pra, janë greqizuar, janë politika shoviniste, janë politika të ashtu. Prandaj duhet patjetër të ngrihet puna. Shumë mirë që kanë shkruar. Shumë mirë që edhe piktorë dhe skulptorë çamër kanë bërë vepra për çamërinë. Duhet të ketë një them fjalën kongres, le të gjenden forma të tjera derisa të shkojnë te kongresi. Përse u zhduk Aristid Kola? Përse helmuan? Sepse po fliste një të vërtetë. E zhdukën. Pra është politika greke e tillë. Por nuk po i përgjigjet siç duhet politika e Tiranës. Edhe për shkak të këtyre kësaj heshtje ose kësaj dashamirësie për të dhuruar, si thua, përqafime ose për dhuruar konsullata andeje këndej në për Shqipëri. Pikërisht kjo heshtja politike mua më ka shtyr ta bëj këtë rrugtimin me Çamiko edhe këtë tryez diskutimi. Kjo heshtja politike, them, në këtë vend jetoj unë, këta kemi mundësi që të na përfaqësojnë, ata nuk flasin, po të paktën të flasun. Në kongresin e 10 Partisë Punës, që pastaj u bë dhe kongresi i parë i Partisë Socialiste, në një nga pushimet, në një grup çamësh që ishim në atë atje, me Kamil Buxhelin në krye, takojmë Ramiz Alin. Po. Edhe Ramiz Alia me ato sy që i shkëlqenin, që i lëviznin kështu si sharth. Thotë, shoqata çamëria, shoqëria, atë ishte shoqëri, nuk ishte shoqata, shoqëria çamëria. Tha edhe kjo Grekja nuk duhet të bëhen parti. Se po bën parti, janë nacionaliste, kanë probleme tjere. Dhe unë atje i them, shoqëramis kërkesat tona janë politike. Ju duhet jeni vetëm kulturore, tha, po janë politike, sepse bëhet fjalë për të shkuar në trojet tona dhe kjo nuk mund të bëhet thjesht kështu. Iku. Në numrin 8 të gazetës Çamëria e ke këtë të shkruar nga ana ime, përgjigjen që i kam dhënë edhe me shkrim Ramiz Alis. Ne nuk duhet jemi thjesht shoqëri kulturore. Ju jeni një nga ata personat që një lloj si babai im shpërndante gazetën Çamëria në atë periudhë. Po gazetat atëherë vinin tek studio ime që isha në Durrës, atje bënim dhe mbledhjet e kryesisë, zakonisht, edhe i shpërndanim, lagje. Me Gazali Sekon, me Kujtim Llurin, me Ahmetin, ose Ahmet Ibrahimin, me Njazia Demin, me tjerë tani të më falin se si kujtoj do të kuptojmë se kanë kaluar dhe vite se shoqata për fat keq nuk ekziston. Mund të jetë në letër, por praktikisht nuk ekziston. Të vjen keq ndonjëherë për këtë heshtje që mund të gjesh sot? Më duket edhe vetja vuv. E kupton fjalën vuv? Po, si jo. Dhe ka përdorur Enkel Demi te ky romani i fundit aq shumë sa që... Se kam lexuar këtë të fundit, ata tre të tjerët po. Por më lejo të them që unë nuk besoj se do të duket ose do jesh ndonjëherë vuv për sa kohë punon me kaq dashuri dhe me kaq zemër në të gjitha ato si thua portrete dhe në të gjitha syt që arrin të skalisësh. Dhe me qënë se e nisa me atë kafen edhe takimin e parë tonin, dua ta mbyll po prap me atë, këtë bisedë, se di që mund të shkoj gjatë dhe ne nuk e di sa emisione mund të realizojmë bashkë. Dua ta mbyll po prap me atë vizitë në studion tuaj,
për të lënë një moment tjetër galerinë, se edhe galeria është magji më vete, po vetemi tek studioja. Atë takim të parë, unë nuk isha vetëm, sigurisht isha me ekipin e Çamikos, por tek ju gjeta një djalë të vogël që duhet jetë nipi juaj. Dhe ashtu sikurse më thatë ju që 12 vjeç e kuptova magjinë dhe jam rritur me historitë çamërisë dhe të flamurit, të adheut, të gjakut që edhe të asaj dashurie që duhet mbajtur si fëmijë. Pash edhe unë aty në studion tuaj një fëmijë të vogël që duhet ishte 10 vjeç, jo më shumë. Edhe biseduam me të, edhe e vura re që edhe ai kishte një farë dëshire të qëndronte aty me ne teksa konsumonim atë kafe, edhe që diskutonim për gjithë heronjt tanë edhe për ëndrat e tyre, për lirinë e tyre. Si e vijon misionin Idris Balani pas kësaj, në kuptimin që e tregon, e rëfen tek niprit e tu, tek fëmijët e tu, e ndjen që ke bërë një punë të mirë për Shqipërinë dhe për Çamërinë? Mua më vjen keq që fëmijët, niprit, unë nuk i kam këtu. Dhe niprit vinë, sigurisht. Po. Siç e gjetët ju. Ju gjetët njëri në atë moment, sa ta janë dy, janë binjak. Janë binjak. Po, jetojnë në Gjermani. Sigurisht marrin kulturë gjermane, marrin shumë gjëra. Dhe si vjetë, më të rritur, unë i kam çuar në Kruj. I kam çuar tek amfiteatri, tek kulla veneciane në Durrës. Kështu që kam lëvizur, i prura dhe tek muzeu i forcave të armatosura në Bërshit, që është muzeu në natyrë, për të parë të gjitha llojet e armëve, makinave që janë përdorur, që nga vitet e luftës deri, domethënë në vitet 90. Kështu që jam përpjekur dhe përpiqem që tek ata ta fus këtë lloj fryme. E para dhe e dyta dhe i kam kërkuar këtë gjë. Unë uroj i kam thënë që të jetoj derisa ju të bëheni 18-20 vjeç. Ashtu. Që t'ju lëhet këtë pasuri juve që të keni mundësinë ta përcjellni, pra që kjo të bëhet e vizitueshme, kjo të mos jetë thjesht e imja, sepse atje brenda janë heronjt e Shqipërisë. Ajo është një pjesë e historisë së kombit tonë. Sigurisht atje ka figurat shokët miqve të mi, ka dhe kështu, por ama atje ke një pjesë të mirë të heronjve që kanë vendosur për Shqipërinë. Sepse unë kam punuar, kam marrë pjesën për konkurse, mund të quajmë këtë një lloj arti të dedikuar ose edhe të porositur, përderisa porositet nga dikush dhe fiton konkursin. Kam kaluar këto etapa dhe domethënë atje janë. Dhe një nga pengjët e mia është kjo që unë nuk e kam një që të më bëhet skulptor. Por kur këta ishin të vegjël, pa shkuar në Gjermani akoma, kur unë po punoja një hero të Kosovës, të dy këta më vinin atje dhe preknin balën. Po edhe tash kur vin, unë i vë një seancë, sa për të ashtu. Bëjnë ndonjë gjë sipas mendjes tyre, nuk i vë të lexojnë, sigurisht. Të kuptojmë. Pra, në kuptimin e kësaj pune, po janë angazhoj kështu. Dhe kur i çon një foto i me shoqet, motrës së vet në Athinë, dhe kur i shkon asaj, ajo ishte duke pirë kafe me një nga ato greket ku punonte. Dhe shiko thot, çfarë ndërgoj motra. Prandaj jeni punëtor juve, tha, se që kaq fëmijë, tha, futeni në punë. Kupton, kështu që përpiqen me çdo kusht. Mbase edhe ata të Amerikës të djalit, po janë më të vegjël, mbase edhe ata mund të kenë, por kjo do e lëm kohës. Ideja është që ai muze të zgjerohet, të shumohet, si më thënë, sa të jem unë, por të ketë këtë mundësi dhe më pas. Dhe ajo që kam një lloj pengu, përsërisht që atje brenda nuk kam shumë figura të Çamërisë. Kam, por jo shumë. Për arsye sepse, domethënë, nuk po kërkohen gjëra tamam. Dhe tani jam në një tratativë për diçka tjetër, për një buz tjetër. Pra, janë bërë disa duke u vendosur diku, po ka nevojë më shumë, ka nevojë të plotësohet, ka nevojë qyshin qafë botë, tek ai rreth rrotullimi. Me një pirotepirit, fjala vjen, nuk është e thënë ta bëj Idrisi. Problemi është që ka skulptorë të tjerë çamë të mrekullueshëm, që po punojnë. Ka piktorë të mrekullueshëm, që
po punojnë. Pra, për ta përshfaqur historinë e Çamarisë. E keni ndëruar ndonjë moment që të çoni një vepër në Çamëri? Më përpara se të vendos një vepër në Çamëri, unë do të hiqja nga Gumenica bustin e satrapit të Çamërve, që qëndron atje. Po. Pastaj vendos çfarë duhet për Çamërinë. Gjithmonë nëse më lejojnë. Kjo vallja e Osman Takës, po të ketë interesa e po të ketë përpjekje, edhe një anin mund vendoset. Shumë e bukur do ishte. Shumë e bukur. Unë që deri tani ndëroja të çoja Osman Takën në UNESCO, tani do filloj të mendoj edhe të ndëroj edhe për këtë ide tjetër që është shumë e bukur vërtet, edhe të falenderoj vërtet shumë që një lloj si personazhet e tu të frymëzojnë me forma lirie edhe me atë dëshirën që ata kanë pasur për të qenë të lirë, kështu një lloj më frymëzon edhe mua një artist si ju me ëndra të tjera. Të falenderoj shumë për këtë takim, se unë nuk naqa vërtet. Unë falenderoj unë shumë që një vajzë e re dhe simpatike si ti, një gazetare e formuar, punon me kaq përkushtim. E bëj me shumë dëshirë, edhe unë e kam zemrën plot zakonisht kur dal nga studioja, sepse nga secili prej atyre që jam ulur të diskutoj, kam mësuar diçka të re, edhe ja, me këtë ëndrrën do flej sot, ta çojmë Osman Takën në Janin, të falenderoj vërtet shumë. Faleminderit edhe çdo dëgjues të Çamiko, ashtu sikurse falenderoj çdo të ftuar që ma mbush zemrën plot çdo ditë në këtë mision që kemi ndërmarrë. Faleminderit që jemi të premten tjetër në orën 20:00.